Me puçën e kremën e gjithë dhe ham makaronat shkurta e ne fettuccina. Da ham veç makaronat shkurta Me sos arash. Me sos arash. Sefte në jetë unë e shoh sos arash. Një pigjepçishti e një pi dogle, midis Italisë. Imi të bo show. Arsim, shtaj ka ardhë momenti ta zim pastën ose makaron. Taj ka zëmë mu gjithë do të hash a pastë gjatë, a pasta të shkurta. Makarona apo fettuccine, dhe i thonë. Unë e du të ha fettuccine. Fettuccine. Atëherë dhe e hekëm dhe pikto, se unë i fregadita pas shkurta. Oni e po do arin për të shkurtat e pra. No, si ti do. Oni nash s'ko gajle, ku e dhe unë e njësoj, janë makarona ato, makarona këto. Ne kimi matë veç këto për 4 persona që do ham, ne? E ne di shumë se që këto ku zihet kjo pastë, ku do zihet. Si çdo nën shqiptare, edhe unë e di kuzhinën. Edhe burri, edhe vajzat i kam krah. Ndihmojnë si cëllën gjë. Për momentin e kremi është të bë sos me ara, që dhe e përdorim me makaronat. Sosi arave është e kjo. Karakteristike e kësaj se nuk zihet kjo në zarë. Shtaj këto unë e di shtaj pak biber të zi, vetëm t'ja ndroje pak era. Ne me zejtin Zetinin që të virgjërgji është prodhimi italisë, ekstra i virgjë. Sa kushton ki zejtini? Na. Du ta di shimin. Është shumë shtrenjtë. Është i shtrenjtë. Është i shtrenjtë se ki nuk është e zetin që e marrëm në dyqan. Ki është e zetin që e marrëm, këta e kanë emnin frantojo. Ka dam që me qosh, fugita. Mashallah. Mi maro makarone me sos arash. Me sos arash, po. Mashallah. Është hazë, është parmizan kjo ka sa të du. Po që e krem? Kur ka ushqim të fort, ne, di që i thaj. Ama njëra, bi. Apo njëra, bi, bravo. A ne di mbushim se ka ta njëra. Unë i marrë kështu me këtë senden, gruja e mba ta njëri. Te ky restorant që unë e kam paraqit sot, familja e mini e përgatitën ushqimin veçanërisht për ju. Thjesht nëse ju keni një event, një rast, rezervojni te ky vendi që unë e kam paraqit.